Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e ishe kryebashkiaku të Kukësisë Safet Gjici për pafajësi. Gjici kërkoi prishje të vendimit të apelit të posaçëm të datës së 24 qershor të vitit të kaluar dhe shpalljen e tij të pafajshëm për veprën penale, shpërdorim detyrë dhe korrupsion pasiv. Safet Gjici u dënua nga shkalla e dytë e gjyqësorit me 4 vite e 6 muaj burg. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, ai përfitoi ulje të dënimit me 3 vite. Në 19 maj të këtij viti, Safet Gjici u lirua nga qelia për shkak të problemeve shëndetësore, teksa ai po kryen dënimin e mbetur prej 6 muajsh në masën arrest në shtëpi. Gjici qëndroi në qeli 23 muaj, ndërkohë në korrik të këtij viti, KQZ shkoi në gjykatën administrative dhe paditi Safet Gjicin për mos pagimin e detyrimit të një gjope 1 milion lekë të vjetër. Gjykata ka firmosur një urdhër ekzekutiv duke lejuar që përmbarimi të bllokojë pasuritë e Safet Gjicit dhe të kalojë lekët tek KQZ-ja. Në maj 2023, kryebashkiaku i Kukësisë Safet Gjici mori një gjop në masën 1 milion lekë të vjetra për përdorimin e burimeve publike pasi u faktua se kishte zhvilluar takime elektorale në oborrin e 2 shkollave nëntëvjeçare. Për këto veprimtari politike në ambientet publike u gjobitën dhe drejtorët e shkollave në masën 2500 lekë.